Armando, një fitore e thjesht sot përballë Andorrës, si do ta konsideronit këtë 3 pikësh të parë në kualifikueset e botëror 2026? Ishte shumë mirë për ne, sepse edhe e dishim se Andorra ka me kenë një ekip e vështirë si hinë vetëm në mbrojtje, pani edhe ju sot si ata në mbrojtje me 5 mbrojtësa dhe janë shumë defensiv edhe është vështirë për me shku në sulm edhe për me arrit në zonën me bo gola, po i dishim se keme pas 2 ndeshjet e vështirë, normalisht si Anglia janë një nivel shumë të lartë, po edhe Andorra i dim se ka me kenë një ekip e vështirë dhe janë kështu ndeshjet këtu si e bojnë diferencën, edhe sot ishte 3-0 për ne, ishte një ndeshje shumë i mirë për ne. Kena pas edhe mundësi me bo prap gola, po mirë si kemi luajtur mirë, ndoshta mujshim me bo e fije less passing edhe ma shumë me shku për para, po e kontrollume kështu ndeshjen, ishte mirë dhe e dishim se ka me kene vështirë me break them down, po kemi luajtur mirë, thamona. Kjo është ndeshja e parë si titullar pas një dëmtimi të gjatë dhe të rëndë që kishit në aspektin personal. Si u ndjeve që në këtë stadium, në arena kombëtare, ishte një stadium i mbushur dhe ju brorisë dhe sa herë që prekin topin? Jo, ishte shumë kënaqësi sepse kam kalu një dëmtim shumë i gjatë, kam pas një fillimin e sezonit, kam pas një midis sezonit edhe është e vështirë për mua, tash 2 vjet, 3 vjet kam pas do dëmtimet edhe unë deshta vetëm me kenë mirë fizikisht, healthy, edhe me u knaq, po tham, adin prap me vedin, me trupin, me futbollin, edhe sot kam pas atë mundësi, si thash para, më ka dhonë trajneri konfidencë, sot më ka fut në kratë djathë, po unë mune me lujt edhe në kratë maj, kratë djathë, sëllmus, mune me lujt të 3 pozicionet, sepse më pëlqen me pas topin në kom, më pëlqen edhe me kriju e shansa, jo vetëm me bo gola, po isha shumë e kënaqur sot se më ka dhënë edhe tifozët një mbështetje shumë bukur sot se u ktheva edhe isha shumë kënaqur se mujsha me kënë titullar sot në Air Albania. Dhe sot pam një Armando altruist që pason për shokët që jep asist. Është një Armando ndryshe apo po normalisht kam qef edhe me bo gola normal. Po sot e dishim se ka me kenë njëshje vështirë dhe Andorra janë shumë si thash në mbrojtje, edhe ka pas shumë hapësirë në krah, sepse ata rrinë me 5 mbrojtje dhe shkon një përpara dhe janë vetëm me 3 dhe ka shansa për me ikë mbrapa shpinës edhe prandaj trajnerën futin në kratë djathë se edhe me shpejtësinë tema është një advantage për ne, adin për me hini në atë pozicion si pa dhe kene pa dhe jo me asistin, si dhash raised. Edhe unë ishe shumë i kënaqur si mujsha me start ndeshjen edhe me dhënë asist për ekipin. Okej, faleminderit.